Pejgamberi alayhis salam, njerëzit me pozita edhe në dua I veçonte. Në dua. Tu kanë ata pagan. Thot pejgamberi alayhis salam, hadith se ka dhënë Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhis salam në dua, Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadain ar-rajulayn ilayk. Ka thënë o Allah, ndihmoje Islamin, lartësoje Islamin me njëri prej dy burrave, cilin e do ti më shumë ya Rabb. Ka thënë Ebu Jehlin, Amr ibn Hishamin apo Omar ibn Khattabin. Dhe mund disa transmetime, Allahumma a'izz al-islami bi ahadi umarain. Ebu Jehli e ka emrin Amr. E Omeri e ka emrin Umar. Nga se Amr edhe Umar edhe Ammar është emër që përsëritet te arabt. Se kanë merak me lon emrin çka aludon për gjallëri. Amr do të thonë që jeton, që lulzon, që ka jetë. Apo andaj Ebu Jehli e ka pas emrin Amr, Omeri Omar, e ka pas Omeri Amrin Daj. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se dy njerëz që janë t'i dhënë shumë zor ka e keqja, e shumë ato dhon efekt ka e keqja, është Ebu Jehli dhe Omeri. Edhe I ka thur dur ka Allahu, ka thënë ja Rab, bëma njanin mua. Cëllin do ti më shumë. Edhe ka një transmetim tjetër se pejgamberi alayhis salam, hadith që ka thënë Imam Ibn Hibbani, ka thënë o Allah, e Omerin veçantë. E Omerin veçantë. E Allahu xhelalu ala ka zgjedh Omar ibn Khattabin radhiyallahu an, me u bë shoku I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mas'udi, na kanë rrej, e na kanë ndjek, e na kanë persekutu deri në ditën që ka deklaru Omeri që o musliman. Pi asaj dite kena jetue domodin të lirë. Njëri thot, çka ndodhi? Kur gjos ndodhi? Një njeri me ndikim e pranoi Islamin. Çka do të thonë? Ato që më kanë I kujdesshëm, nëse jemi në mahall, amë në sokak. Ky rri gati njëri që ka namati. Se ai kur ta pranoi Islamin, apo ai bëhet burr I mirë, nëse ai musliman, po e fuqizon Islamin e vet. Apo mësues, apo arsimtar, edhe ja kanë njerëzit fjalën, apo ma plak. Shiko, ai tjet ndrejt, se kur dal ai ndrejt, ke dalin drejt. Apo andaj njerëzit kështu kanë jetuar gjithmonë. Ka foli pari fisit, u ka kry muhabeti. Të keqë të mirë, s'ka ajo çetër, ajo relative. Andaj pejgamberi alayhis salam kur e pranoi Islamin Omar Khattabi, u liru njerëzit. A dini pse? Se Omeri I rrefke. Andaj ka disa transmetime se kur e ka pranuar Islamin Omar Khattabi, ka shkuar atë njerëz që I ka rrej, I ka thonë Allahu ma bana vall. Po se jam kon arrogant me ty, po Allahu xhelala, do jam kon pa besimtar, tash jam musliman. Ka disa transmetime se ka dalë në Mekë kur ka pranuar Islam. Kjo janë disa njerëz që shto, nuk tutën, nuk ama nuk tutën me hak. Jo me ato tut më të sokakit. E njëri thash, do të dhe unë po du si Omeri, o vlla, dhe huxhu me babela me njerëzit. Jo Allah, kur do të vjen me dakiki? Kur do të sprovoj Allah, mos e sprovoti Allah. Andaj janë te Isa alayhis salam, tha o Isa, a po Allah e shkruan e xhelin? Tha po. Tha pa e shkruajt as des? Tha po. Mirë. Tha unë nëse hipin kodër dhe këcaj, nëse unë kam imër apo s'vdes, çka I tha Isa alayhis salam? Tha Allah I na sprovon neve, jo na ata. Apo Allah I na sprovon neve, jo na ata. Aja ka shkruajt e xhelin, ti I kthen mbi balkonit, shkon Allah. Po çati e ki e xhelin? Çati e ki e xhelin, apo? Andaj pejgamberi alayhis salam I dallon të këtë pozita. Omar Khattabi kur pranoi Islamin, dul në Mekë. Tha kujt domodin I shkon mendja me lan grujën dve edhe vlat pa bab, tha unë kam dëshmu la ilaha illallah le dvele çto. Unë kush jam në mendja, do të pe pasoj çto parakete, jo më të më marr të shtëpia mos ani me mlip. Çdo paraketeve, unë jam bë musliman. Apo andaj vetmi që është sill arrogant masi e ka pranuar fejen, është daja vetë Ebu Jehli. Daj, apo a kejon tut. Andaj kanë thonë tash, andaj ka ardhur nga Utbah ibn Rabia edhe Umeja kur ka pranuar Islamin Omeri edhe Hamza kanë thonë shkoj kjo punë. Shkoj kjo, domthon harron që e muni mo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash njëri thot po Allahu nuk e nimon fejen, Allah e nimon fejen e vet. Po e nimon me njerëz. Allahu xhelala ndihmon me njerëz. Çështë ka caktuar? Apo Allahu xhelala ka mujt këtë fe hiç pa pejgamber më e bë. Po ka dashur që kjo të funksionon me ligjet e kësaj bote. Të lindë pejgamberi, të ketë shok, të ketë me pozita, të ketë njerëz që dim, të ketë njerëz që janë azgana, të ketë njerëz që janë trimat, të ketë njerëz që janë kryetar, e kështu me radhë. Pra me njerëz ta ndihmoje. Se Allahu ja ka mujt
komplet me i hek këto sebepe. Apo ama Allahu don me sebepe. Andaj thot Abdullah ibn Mesudi, ma zilna izzatan, kemi vazhduar mu kanë kryelart deri kur e ka pranuar Islamin Omar ibn al-Khattabi. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam i synonte krijetart e fisëve. Tregon Muhammed ibn Ishaqi, njëri prej historianëve të muslimanëve. Thot ka qenë nga fisi Daus, apo nga i cili fis vjen Ebu Huraira radhiyallahu an. Ka qenë nga fisi Daus, i pari i tyre e ka pas emrin Tufail ibn Amr. Shikoni Tufail Amri përsëritet shpesh. Tufail ibn Amr e Dausi. Ky u kanë krijetar, poet, gjeni. Dersin e arshëm nesër me lenin Allahu te bareke ve teala e kemi si sillë pejgamberi sa me xhenit, me njerëz të aftë, me njerëz që kanë intelekt të lartë, i dallon edhe këta. Ju thotë ju jeni vllazë vëlla, ani pse njëri jo top e tjetri jo i vlon truni pimenës. Jo, i dallon te alayhis salam. Ibn Abbasin e dalloi, Ibn Mesudin e dalloi. Apo disa njerëz mundon këtë njerëz mi barazoni soi, zbarazon Allah. Tufail ibn Amri vlon te bitrunit. Apo edhe thot erdhan Mekë pej ka qenë periferi, prej fisit Daus. Thot edhe kur erdha, i madhi ku shkon? 18. Thot edhe më dolën Kurajsht me mprit. Edhe thot dola, edhe po më thojnë Kurajsht. Do vonë mirë se vjen, do vonë hajden Mekë, ka qenë koha ku e kanë pas pushtetin Kurajsht. Thot edhe fillun me më fol, a më ki i meqëm. Thot fillun me më fol, edhe më than, a pe di Muhammedin, djalin Abdullah, të bini Abdul Muttalibit? Po. Se Muhammed sa vëzëre para Islamit ka pas nam. Djali Abdul Muttalibit i kanë thonë. Djali se baba i ka dek i ri, e Abdul Muttalibi kryetari arabëve. E i kanë thonë Muhamedi, domthon fatkeqësisht sipas atëne shkoi. Domthon po thot diçka që semi të kuptuve çfarë do thonë. Kinse. Apo edhe kanë filluar mi fol. Ka thonë kështu mos e tako hiç. Hiç mos e tako. I kemi fol, i kemi atë, domthon mos e tako hiç. Pas e kanë thonë na i ka bo copa e vlat, na i ka do burë e gruje. Se njëri e ka pranu fejen, u ka do me tjetërin. Ka thonë e ka do vllavin për vllavit, burin për grujes, babën me e vladin. Ka thonë dhe na e ka coptue unitetin. Shiko dhe disa njërës tojnë, uniteti e shumë më rëndësi. O shumë më rëndësi, ama jo më batil. Edhe ato mafijashat kanë unitet, e dini. Kanë unitet për me vra, për me pleçkit, për me bo rrugaqëri. O jo unitetën. Ama është unitet që du të mu coptuaj uniteta, du të mi thonë, valla, a kanë imledhë që të ju mafijash, apo? Valla, në fejnë tonë, o shumë mu kanë bashkë. Jo, valla, ju të një më bëtë copa. Du një mu coptu juve, pse? Se jini bashkun nga bim. E këshiko këta thënë, na e ka prish gjematin. Farra ka gjemaatena, na e ka prish gjematin. Ama vëse më ka thënë, kada vëse gabimin i bëhë gjemat. Du të mu bëhën hak gjemat, jo më batil. Edhe i falën. Thot edhe unë e thash, këto janë të parte këtyre. Plus a gjavet ati e Bulehebi. Po një me paska ndodhë diçka me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot qatë shumë kanë fol, sa që thash ki njeri paska bo qatë shkeq, tha edhe do shta me shkue nga xhamiës Qabës. Sepse arabët të ndërrua vlezër, Qabën e kanë vizitu edhe para Islamit, kanë bo haqë. Që do të përmenjme edhe nga ngjarje tjera, si Thumemeja, ku ka arë me bo umre të kanë pagan. Apo? Edhe që ka ndodhë, thot Ivnova do pa mu kanë vesh. Edhe shkova në xhami. Edhe thash helbet që a i vjen këtu, mos tani që ka fol. Mos tani që ka fol. Thot edhe shkova në Qabe, thot Muhamedi të fal. Në Qabe. Nëse Muhamedi a.s. ka dalë në Qabe edhe u ka fal. Apo me namazin që ka ba Allahu Gjelluala. Edhe janë mlet njerëz të kanë këshirë. Kisë po falet si na, s'po lutet si na, s'pi adhuron putat si na. Andaj ka dalë kështu edhe e ka synu Qabën, po e ka synu ta shohin. E ka synu ta shohin. Atëre thot duke u fal aj, thot edhe mu afru ngat. Tha edhe unë me veti thash, hajde pak tani, e ki po njeri e kurështar. Tha edhe pak sikur e nita dhe s'pemësa me ka synu tani. Mon ka fillu me lexua ajete që ai ta dëgjoje, se ka di gjuna arabe. Atëre tha, mu duk fjalë mirë. I ka hek pa mukat edhe ka thonë ku për nënën teme pa una budalja ma i hum pësha nënës teme kështë e kam po shprej arab si loj përgdhelje vetë vetës edhe një loj qërtimi
Ka thonë, po unë jam mas pari poet. Jam njeri meqëm, jam krijetar. Në albe tangoju në drejt për drejt, sa po thotë kjo? Edhe i ka shku pejgamberi s.a.s. Edhe i ka kallxuar. Ka thonë, kur herë dha unë më pritën Kurejsh, ka së më thanë për tije. Apo, sikur që i ka ndodhë Dimadit. Apo, ka ardhë Dimadi, edhe i ka thonë pejgamberit a.s. Kur ka ardhë me këtë Dimadi, edhe ka bo sahabë, pastaj ka bo shoki pejgamberit s.a.s. Edhe ai u kanë si rukegji në kone vetë. Do a bidini këto rukegji që ka janë bo shumë shtash. U kanë si rukegji, i ka fri pi gjinëve. Edhe ato arabt i kanë thonë, i ka hi gjini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi përmendë shpesh ku mundohen me frije të udhëzumin. Ja thirin hoxhës, pse e ke thirr hoxhën? Thotë gjali jam aty fal 5 vakt. Friu për vetë, jo Allah. Se hoxh gjalin e bajë tamam. U kishit ti gjeni në rukegji me të fri tyje. Ka ardhur njëri Dimadi, apo sikur që ka ardhur Tufejli, ka ardhur Dimadi ka thonë, më kallxuan për tyje. Ka thonë rrirat se unë të frije. Edhe pejgamberi s.a.s. me ka këshir. Ka thonë, a mujën e me fol? Ka thonë, po, fol dhe me, fol që ki me thonë ti. Edhe më samë ka njësë me ledzu, Innel hamdelillah, nahmeduhu, wa nesta'inuhu, wa nestaghfiruhu, të kur të lafës i ka një arabt. Wa nesta'inuhu, wa nestaghfiruhu, wa na'udhu billahi mish. Edhe kër e ka kryje, ka thonë, hajde njerë. Tu s'ma qitë ka kërkun këtu muhe. Apo më dilë ka, tu zime këto të frimët e mija, apo? Ka thonë, hajde njerë. Hajde dhe njëherë, të nërë. I ka thonë pejgamberi sallam, unë jam ismuti, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah. E Dimadi shka tha të fri. E ki Tufejli shka i tha, të Rasulullah, shka së më thanë për tyje? Ja Rasulullah, i ka thonë atër, o Muhammed, a ka mundësi me më kallxu çka thirr? Edhe pejgamberi alayhis salam i ka lexu ajete, i ka lexu Kur'an. Dhe kjo ka qenë metoda e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi u lexu Kur'an. I ka lexu Kur'an, atëra ka thënë Tufejli, ka thënë dëshmoj se ç'kjo fjalë s'është pos pi Allahu xhelel xhelalu. Dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut, edhe ka pranuar Islamin, e ka nderuar pejgamberi alayhis salam. Këtë kjo ka ndodhur në Mekë. Atëri ka thënë Tufejli, ka thënë ja Rasulullah, unë jam te populli jam atje i pari. Shumë më shkon fjala. A mund është me lutë Allahun të ma jape një shenjë, do një bardhësi, që ku të shkoj të populli jam, ti foli unë e për fe. I ka që u dur për nga ka thënë, o Allah, i japja një ajet. Ajet do më thonë fakt, shenjë se je i daluar. Thotë, kur kum shku edhe të populli jam, thotë, Allahu gjë ma shloj një drit nga trupi, nga koka. I thash, ja rap, vënoma të shkopi. Apo? Vënoma të shkopi. Thotë edhe kur kum shkue, thotë e majsha shkopin në ersirën e natës baj ke dritë. Thotë edhe shkova e takova babën tem. Thotë baba jam ishte shumë i shtyrë në mosh. Edhe i thash, mos unë fol, edhe largoju. Tha i tha, pse o birë jam, qa o bo? Tha unë e kum pranu fejën dhe Muhammed a.s. Atër baba vetë ka thonë, feja jote, feja jeme. Kalzëm si me hin fejën tane. Edhe i ka kalzu, ka thonë shkollaju, bangusull, edhe thuj shahadetin. Apo, thuj la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Ka hitë e gruja vetë. Ka thonë largoju, mos unë fol, edhe mos unë prek. Ka thonë, qa ki jo burë? Ka thonë, unë e kum pranu fejën, ti je pagan. Je pagane. Ka thonë, feja jote, feja jeme. Apo, e tash njani thotë, pse be mus po më shkon fjala, po u konë Tufejli i pari. E kupton, i pari u konë zotnia i ketëve. A do i ka thonë me të parë, ka thonë, more feja jote, feja jeme, ku e këndru, ka zonë të adrojnë edhe na. I ka zbut miner Allahu te bare kjo dalë. Shiko kur ka njëri autoritet, kur ka njëri autoritet. Apo, atare i ka thonë laju, grëz vet, edhe es ka dojë që shme thonë shahadetin. Edhe kanë thonë shahadetin, pastaj ka shkue në Mekë, edhe është ankuet e pejgamberi sa më këthije, ka thonë ja Rasulullah, këto disa për njëzve ka pranu Islamin, prej familjes teme, edhe disa të tjerë, ka thonë bushumica s'pe pranojnë. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, lutë kundër tëne. Apo njëri së mban sabër, tha lutë ja Rasulullah kundër tëne. Atër tha pejgamberi alayhis salam, i qoj durt, e disa për sahabë thanë, shkoj Dausi, shkoj kë kabile, piqon kundër. Ama Allah se kanë pas ka të lutë. I ka që durt pejgamberi ka thanë, Allahumme hdi Dausa, o Allah udhzoje fisin Daus, o Allah udhzoje fisin Daus. Edhe i ka thanë Tufejlit, silu mirë me ta. Apo? Dhe disa kanë thonë se ka thonë për Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelat të sillet but me ta në kuptimin që ti të udhzon. Pastaj është kthite populli vet
80 shtëpia e kanë pranuar fejen. 80 shtëpia e kanë pranuar fejen Allahu te bareke ve teala. Thot Tufaili, kum ardh mas jo krye Bedri, Uhudi, Khandeku, thot kum ardh te pejgamberi alayhis salam me 80 familje. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, është një put çka e adhurojnë, i thonë puti i Amr ibn Hamemes. Ka thonë a më jep mua ta thej. Apo tash ka dash me e kallzu që aq fell kum hin islam, po duk putat me i shkatru vet me dorën time. Edhe i ka thonë sa më shko theje. Jo ka thonë që ta theje putin e fisit të tina, pasi e ka pranuar një numër i madh i kabilës së vet islamin tek duart e tina. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me të mëdhejt e tyre.